E konsideron veten fajtor apo pafajshëm për veprën penale për cilën akuzohet? Zoti gjykat. Organi një kodit procedurë penale propozohet në saktatur kodit të pandiurit Princ Valentino Corleone sepse i pandiurit Princ Valentino Corleone ka autorizim ka poseduar substanca apo preparate të cilat janë shkallur me listin narkotik, substanca psikotrope analoge me qëllim të shitjes apo shpërndarjes, ashtu që me datën 17/3/2023 me fort 20-30 minuta në fshatin Çaklavis, komuna Prishtinës, në motelin Roma drejt inxhinierës i pandiurit Princ Valentino Corleone ka kontaktuar dhe i ka të najbe me ngrenë të njëm, Viko Okec, cila me pas ka shkuar dhe i pandiurit Princ Valentino Corleone ka dhënë një sasi kokainë për ta konsumuar, të cilën e Lieri Donanumbi e ka konsumuar me shkak të pandiurit i arsikur Princ Valentino Corleone i kishte dhënë substancë narkotike ka konsumuar dhe e ka konsumuar substancë narkotike që gjatë kontrollit nga policisë të pandiurit të arsikur Princ Valentino Corleone janë gjetur një dozë në një qesë me substancë narkotike të llojit kokainë me peshë të përgjithshme për 0.39 gram. Me këtë ka kryer vepër penale blerja, posedimi shpërndarje dhe shitja pa autorizuar narkotike, substanca psikotrope analoge, nga 1.267 paragrafi 1 të kapitullit. A ki nevojë për sqarim të shtesë apo e ke kuptuar? E konsideron veten fajtor apo pafajshëm për veprën penale për cilën akuzohet? Zoti gjykat, sa mujta me fashru. I pafajshëm. I pafajshëm. I pandiurit Valentino Corleone deklarohet i pafajshëm për veprën penale si vajlijet në parë, mos Valentino.